Vrasja në Athinë, hetimet fokusohen në marrëdhënien e 45 vjeçares me të dyshuarin 48 vjeçar. Autoritetet greke po vijojnë me intensitet hetimet për vrasjen e 45 vjeçares në Nea Smyrni, duke përqendruar vëmendjen tek raporti që viktima kishte me 48 vjeçarin e dyshuar si autori i krimit, në përpjekje për të rindërtuar ngjarjen që i parapriu vrasjes, por shqyrtohen provat e sekuestruara në banesi dhe të dhënat e telefonave celular. Mediat greke raportojnë se policia ka siguruar një regjistrim filmik që dokumenton lëvizjet në pallatin ku ndodhi krimi, pak çaste përpara të shtonave. Sipas elementeve të parë, dyshohet se 48 vjeçari kishte caktuar një person të qëndronte pranë banesës së 45 vjeçares, ndërsa vetë priste që ajo të dilte jashtë. Sapo gruaja doli nga dera e apartamentit, 48 vjeçari dyshohet se kërcënoi me revolver dhe detyroi të ulej në gjunjë. Më pas, ndaj saj u qellua 2 herë. Të njëjtat burime bëjnë me dije se plumbi i parë nuk e preku viktimën, ndërsa i dyti rezultoi vdekjeprurës. Hetuesit po verifikojnë edhe dyshimet se 45 vjeçaria mund të ishte kërcënuar më parë nga 48 vjeçari. Informacionet e publikuara tregojnë se ajo kishte frikë për jetën dhe kishte marrë masa mbrojtëse mes tyre dhe ndërimin e bravave në banesën ku jetonte së bashku me vajzën e saj të mitur. Ndërkohë, pjesë e verifikimeve janë bërë edhe sendet e gjetura në automjetin e 48 vjeçari. Dyshohet se në të janë fshehur fishek me të njëjtin kalibër si ata që u përdorën në vrasje, ndërsa revolveri që dyshohet se shërbeu për kryerjen e krimit cilësohet si armë relativisht e re.